ishte ftuar të ketë debat për vizat me studentët e ISP-s. Ministri Bajram Rezhepi foli para tyre për kohën kur kosovarët do të mund të lëvizin pa to. Të kenë lirinë e lëvizjes qoftë për edukim superior ose për master çështje tjera dhe thjesht të hjeket ajo ndjenja e izolimit. Por aktivistët e vetëvendosjes që ardhën të paftuar në këtë takim nuk dëshën ta dëgjonin ministrin. Kishin ardhur të përgatitur për ta sfiduar Rezhepin. Kjo situatë solli reagimin e truprojave të Rezhepit. Në ambasadorin e Francës! E të shojnë që që trajtojnë studentat! Ata nuk u treguan shumë tolerant as me mediat. Institut privat aty. Aktivistët e vetëvendosjes i futën në një dhomë tjetër të ndërtesës. Ata që mbeten jashtë nuk ndenjen duar kryq. Pavarësisht kësaj, ministri Rezhepi vazhdoi debatin dhe u përgjigj në atë për çka u kritikua. Që sa për trimnin e vetëvendosjes, i mojnë gjep të vogël gjë. Kjo që ngjau u ktheu ambasadorin francez François Fitou, siç thaj në vitin 1943, duke quajtur fashist ata që ndërmorën këtë aksion. Ai tha pas debatit se me këtë epitet nuk ju drejtua vetëvendosjes si subjekt, por atyre që krijuan një situatë të tillë. Me të përfunduar debati dhe pasi u larguan ministri e ambasadori, policia e Kosovës arrestoi 9 pjesëtar të vetëvendosjes.